Emisioni thot fshati ka shkuar drejt Karbunarit për të mësuar më tepër për një prej fshatrave më të rëndësishëm që i përket njësisë administrative armen në bashkinë e Selenisës. Një fshat larg nga Vlora, por njëkohësisht më pranë Mallakastrës, 70 kilometra larg qytetit Vlorës dhe vetëm 20 kilometra larg nga Romsi e më pas Mallakastra. Karbunari ndodhet mes 3 qyteteve, Vlorës, Selenisës dhe Fierit, aty ku jetesa e banorëve të zonës është e lidhur ngushtësisht me këto qytete. Shkojmë në Karbunar për të mësuar më tepër, por edhe për të parë nga afër gjendjen e fshatit sot. Ndalesa e radhës e emisionit të Çdo fshati në Blu Televizion është pikërisht Karbunari, një fshat larg Vlorës, i cili lidhet njëkohësisht dhe është më pranë Mallakastrës dhe zonës së Fierit, por gjithashtu është një prej fshatrave më të rëndësishëm që përfshihet në rrethin e Vlorës dhe në bashkinë e Selenicës. Një fshat i cili të tërheqën e emërtimin e tij, dhe kjo ka qenë një prej indicjeve kryesore përse kemi gjendur dhe kemi ardhur sot në fshatin Karbunar për të parë jetesën se si është në këtë fshat, një pjesë të historisë së fshatit, domethënien e emrit, por gjithashtu për të evidentuar edhe disa prej problematikave të cilat i vuajnë mbi shpinë prej vitesh banorët e zonës. 300 vite më parë, fshati Karbunar, siç tregojnë edhe vetë banorët e zonës, ata të cilët e njohin mirë fshatin dhe historinë e tij, nuk ka qenë vendosur aty ku është sot. Karbunari ka qenë i vendosur në një pjesë kodrinore, në hyrje të fshatit pranë çezmës së madhe. Agrombaza i banorit fshatit thotë se shekuj më parë në fshat ra një epidemi e banorët e Karbunarit u detyruan të zhvendosen drejt vendbanimit që ndodhen edhe tani. Kodra mori emrin Bregu i Helmit, ndërsa fshati sipas bazait u emërua si Karbunar, për shkak se pas epidemisë në vend strehimin e ri, banorët merreshin kryesisht me nxjerrjen e gjymyrit, emërtimi karbonit. Prej kësaj lëndej që nxirret në fshat, mori edhe emërtimin Karbunar. Shumë vite më parë, Karbunari ka qenë edhe pikë doganore, e teksa fshati ka histori edhe në periudhën e mbretërimit të Ahmet Zogut. Banorët tregojnë një pjesë të asaj historie të periudhës së mbretit Zog, që ka mbetur e shkruar në vargje. Sipas banorëve, 2 prej personazheve historik të fshatit janë vëllezrit Sabri dhe Shafit Pelivani. Karbunari është një fshat me histori të lashtë. Shkon atë kodrën atje, thonë Bregu Helmit, ajo kodra atje. Bregu Helmit pse? Bregu Helmit. Para 200-300 vjetësh ka qenë fshati atje. Edhe qezma për bukuri këtu, qezëm shekullore ajo. Po, qezma madhe. Dhe Bregu Kishës këtu, tek thesa këtu. Më thotë, kjo tregon që para 300 vjetësh ky fshat ka qenë kaull, patjetër. Po, plus këtu. Ishte i krishterë, më mirë se. Po. Dhe ra një epidemi dhe u shpërmul fshati nga andej edhe iku mull këti. Dhe po ta shikosh edhe pozicionin e të parëve tanë, ullint ka qenë andej larg kur ishte fshati këtej, për të qenë larg baktyve, edhe qezma aty, edhe kisha këtu. Tani fshati im që pse e ka emrin Karbunar. Po, se të tërheq pak në emër, të duket si edhe njëkohësisht edhe i çuditshëm, po edhe Karbunari thonë që në lashtësi ka qenë janë marrë të parët e këtij vendi janë marrë me qymyr, karbon. Më mbrapa pasandaj në kohën e Ali Pashte Pelenës, Karbunari ka qenë pikë dogane, i kërkuar nga Pashalloku Janinës. Vini nga Selenica, nga gjitha 3 vete dhe këtu ishte dogan, paguar taksën dhe ka dhe histori të lashtë. pse ky Karbunari. Karbunar, Lashtësia, karbon. Karbunar tani ato në thekset janë me kalimin e kohës. Po që kështu thonë, që kështu e kemi prejardhjet, kanë qenë janë marrë të parët e këtij vendi janë marrë me përpunimin e qymyrit. Dhe qymyrit atëre në atë kohë i thoshin karbon apo jo. Edhe në një këngë tani vonë në kohën e luftës, Karbunari pusi zi pruri 207 fuqi.
Nuk kaluan, nuk bën dëm, kaloi një avion, se që gjeti Gjarizani, i vrarmase dhe gomare, një baloni, këtë do bëri karbunar. Dhe më mbrapa ka histori. Në kohën e Ahmet Zogut, në karbunar vinë taksidarët e qeverisë asaj kohe, dhe krye gjandari i thërret krye plakun. I thot, gjelepet taksat, si që temin e sot. Ata i thoshin gjelepe, fshati ishte i fukare ashtu. Ata i thot krye plaku, thot, nuk i paguajmë dot. Ndryshe thot, do më bëni dhëndër të ri të këtij fshati. Do më thënë, do të vajzën më të bukur të këtij fshati. Edhe i ngeli kënga ai që e krye plak, se para zgjedhë mos shikon tani se tani zgjedh partia, nuk i zgjedh populli. Atëherë kishte një komision burra me mustaqe me mjekër, tani ka qenë mjekër me leti, po janë për kështu, për sport, nuk janë për Plagë djem të ri. Ashti krye plaku i thot, e ka ngelur dhe këngë. Karbunari Buzëvjosës Mallakastro përkashi, të herdhimi Basharapi me 100 sufari, ju repel që s'jepni taksat, sot do jepni llogari, ndryshe më jepni një vajzë, më bëni dhëndër të ri. As një vajzë, as një taks, s'ka bimbash e sufari, ka dy fekë dhe ja ta gëzosh këtë krushi. Shtu desh dasman karbunar, i thanë shokët e ti. Më dhe bimbashi si peshesh mori plumin dhe ata u bë këm. Dhe më mbrapa, karbunari ka pasur historitë vetë, ka pasur figura njerëz që kanë luftuar, që kanë punuar. Po, do më thënë Sabri Pelivani, ishin dy vëllezër, Shefik dhe Sabri Pelivani, që sot u këndojnë të këngë. Ku do vesh? Do vete në karbunare të zëte një dy firare, një Shefit, një Pelivan. Doli i Shefiti në shkallë Pantilo Marshall me njanë të shosh Shefit karbunare, se ta jep plumin në balë. Kjo është historia e fshatit karbunar. Në ndryshim nga vitet e mëparshme, kur stafi i Blu Televizion udhëtonte drejt karbunarit, famirësisht këtë radhë ka gjetur rrugën e asfaltuar. Por banorët e zonës ky investim nuk i kënaq. Sipas tyre, pushteti nuk ka menduar asnjëherë për karbunarin, por rruga është kërkuar të bëhej nga UNESCO për shkak të pasurive natyrore të lumit Vjos. Vazhdojmë bisedën tonë me Agron Bazaj, i cili na tregon se në harkun kohor të një viti, pas rehabilitimit, rruga ka pësuar plasaritjet e para. Asfalti është bërë dhe në një pjesë të saj ka rrëshqitje. Sipas Bazajt, më parë karbunari ka qenë një ishull i izoluar në total, por megjithëse ka sjellë përmirësim të qarkullimit, brenda pak kohësh rrezikohet që fshati të mbetet sërish pa rrugë për shkak të cilësisë së dobët punimeve në të. Por investimi i rrugës sipas Agron Bazajt është i vonuar. Mungesa e infrastrukturës ndërvite në fshat ka bërë që karbunari të braktiset. Në këtë fshat në sistemin komunist jetonin 286 familje, ndërsa tashmë janë jo më shumë se 80. Praktikisht 200-210 familje të larguara në 20 vite, e ku më tepër është larguar rinia, krau aktiv i punës së profesionalizuar. Si qaj sistem iku, por ky sistem 30 dhe sa vjeqar ja kaloi aty të parit. Me bëma në thojza të mëdha, jo të mira, të këqija. Edhe kjo të sopë rrugë që shikoni ju me sy, ka një vit që është bërë. Këtë u bëse bep UNESCO, që u fut Vjosa në UNESCO, që u lidhë Poqemi me Vlorën. Se s'kishte nërmend. Ta marri pak, të flasim vetë pak për rrugën. Po. Rruga si investim, si e sheh? Rruga si investim, neve tashti nga ajo që ishim qamet fare, neve kemi qenë ishull pa lundrim, i blokuar. Nuk ishë rrugë. Ishim të blokuar. Kjo ka një vit që neve, këto familje që ka ngelur, po qarkullojnë lishëm. Dhe si cilësi kjo rrugë, ka 8 metat e saj. Edhe 4 metat e saj. Ju erdhe që andej, që ka, keni qenë në fshat? Që ka plasaritje, që ka thyrje të mbinë është brënda, në gropë në mes të asfaltit, ja ty më lartë. E kështu që kjo ishte edhe për fushat, më tepër, edhe kështu për në bëri qefin, hajde se po e bëjmë. Po më thua një vit dhe rruga ka 10 dëmtime. Po. Po më vonë. Si më vonë? Kur kalojnë vit. Shiko, unë jam sot goxha i moshuar, jo goxha i moshuar, por rreth 70-ave s'ka vetur akoma. Edhe fatkeqësisht jo unë që se gëzova, po dhe
fëmijët e mi nuk do ta gëzoj. Pse shpreh? Pse? Kjo ndjenjë. Sepse nuk e di. Neve o kemi një mallkim të rëndë që në lashësi, ose ky ja kaloi ati Miloševićit që mendoj që të largonte kosovarët në vend të tyre. Ky e bëri me një strategji të bukur, largoi rinin dhe kam ngelu mosha ime e lartë tani që unë s'kam me detë viktunë që s'ma dhe të pingo duj, e jo me që të Sa punoj. familje janë sot Karbunar? Sot mund t'jesh 70 deri te 80 dhe shumë të 8 familje. 210 familje të paktën të larguara. Më the 287, 70. po. 210 mos ta marrim më tepër. Po. Po këto familje Ka ikur ajka, do më thënë ka ikur rinia, forsa e punës, forsa. Këto familje që janë sot, Po. janë mosh të thyer? Janë mosha ime e lartë. Ka ngellur, do më thënë, tu i gjenë 3 apo 4 me t'i nëmërosh me gishtat e dorës, familje që kanë në një apo në 2 fëmijë në shtëpi. Rini? Rini s'ka. Po Karbunari, meriton të këtë rruga apo Ja. meriton dhe investime të parë? Jo, Karbunari urdo tani. Karbunari ti ka dhuruar Perëndia një mrekulli. Do më thënë, e rrethon vjosa në 3 karat këtej dhe i bje drejtimi këtu që të shkarkoj. Si duhet ishte rruga, zoti Karbunari, që të ishte përshtat? Shiko, të jo tani. Kjo rrugë, këtu të paktën lidh vetëm neve, do më thënë gjysmë të keqes. Neve edhe në kooperativë, neve kemi qenë të lidhur qendrën e kishim në Armen dhe rrugën komunikonim me Romsin, me Selenicën. Tani u bë, e mira ishte që të vlidhesh edhe me Romsin e me Resullet edhe me Armenin. Ka si zhvillim? Ajo, Apo nuk është më ishte nuk ndihet. Nuk ndihet. Nuk ndihet zhvillimi, sepse zhvillimi është kjo rrugë që u bë sot, ishte bërë të paktën para 20 vjetësh, do ndihesh. Fakti i rrugës ka ndikuar tek largimi i popullsisë, pra ka pas Larg. rrugë ishull më the. Rruga ishte kryesorja që u largua. U largua rinia nga ky vend, sepse çdo gjë këtu ishte errët pa perspektivë. Dhe sa tashmë që është bërë rruga. Ishte bërë rruga, neve ky fshat këtu nuk ka shumë djem, edhe vajzat e arsimuar, sepse nuk na linin huqrit e mëdhenj ande lart. S'na vinte radha neve që të shkolloheshim, por ky kishte shumë hapësira dhe shumë mundësira. Do të thënë, për shembull, edhe me blegtori. Ky fshat do mbajsh me blegtori, edhe shumë bukur mund të jetonte. Rrugën e kishte, të gjitha i kishte, kupton, dikush do mbërresh me një biznes tjetër, edhe në qoftë se s'kisha makinë që ta tregtoja prodhimin, vinte tregtari dhe e merrte prodhimin këtu, po t'ishte rruga. Por si është jetesa sot në fshatin Karbunar, aty ku kanë betur vetëm persona të mosh pensioni, të cilët si tregojnë edhe vetë, jetojnë me pensione deri në 20.000 lekë të rinj. Pension ky mesatar që në fshat është më i larti, për ata të cilët kanë punuar prej vitesh në punë të rënda, si në industrinë e nxjerrjes së naftës apo edhe në minier. Por pensionet në shumicën e familjeve të fshatit, banorët tregojnë se janë ato të kooperativës, jo më lartë se 8.000 lekë në muaj. Me pensionet që kanë sigurisht që nuk ja dalin dot, teksa kërkojnë mbështetje nga shteti që t'i rishikojë vlerat që përfitojnë çdo muaj. Për pensionistët e fshatit shpresa është gati duke ushuar, teksa tregojnë se me ato pensione vetëm mund të mbijetojnë. Një apel e kanë edhe për pushtetin lokal si dhe atë qendror, që duhet të rishikojë, të rrisin pensionet. Ndryshe thonë se nuk do t'i votojnë më. Jeta si në Afrikë. Pse si në Afrikë? Po si në Afrikë. Po të thotë miku ju, si në Afrikë je. S'ka asë një fare, që më në kanë shpojnë maj, toke se lorejnë tot, gjitha se bëjnë tot. Me se jeton ti në Karbunar? Me se merresh, me se... Jo, unë kam 2 dhi, kam 3 kokë, e rrej marë pension 200.000 lekë. 200.000 lekë. Po. Sa vite punë ke që të kanë saktuar 200.000 lekë? Mua më zënë pension kam punuar 11 vjetë në daft. Edhe ashtu që një miku im aty më dha dorën, ma uli pensioni. Se donte para, unë s'kisha bukë për darkë. Edhe ma uli ma 200.000 lekë. Pas ka dhënë dorën? Më jo dorën, miku im dorën ma dha tamam, më qojnë zerot. Tu del të shpreja miku Kuco. Shumë miku im. Çfarë mund bësh me 200.000 lekë atë pensione kooperativës të vjetër të Të kooperativë do që marrë 50.000 lekë do që marrë miku im. Po kam punuar në naftë, janë 11 vjetë po thash.
11 kam punë natë. Këtu ka zona 60.000 lekë, 80.000 lekë, miku im, hajde arro. Po çfarë mund të 60.000 lekë te? Po s'ke çfarë bën ju miku im, çfarë do bësh? Ja thoj ti. Çfarë do bësh? Kush gjendja e pensioneve në fshat gjithë? Po kështu, gjithë ja, kanë mire. Po kanë që kanë punë, për shumë atë kanë miku, të më shumë kanë punë një njerë, mejna 300-400.000 lekë. Ta që kanë 300 dalë në naftë, ma na 300.000 lekë, 300.000 lekë, nuk është keq. Kryesisht banorët kanë punuar në naftë apo jo? Jo, gjithë, jo miku im, jo. Jo, pension kooperative kanë miku im. Na 90.000 lekë, 80.000 lekë. Po mirë, për ato 11 vite punë në një nga sektorët më të vështirë, mendon se meriton këtë pension? Jo, nuk e meriton. Do thosë se, Po. unë të thashti, ma uli një që më qenë armenasit, do në 1 milion lekë. Po thash unë bëj dot, e uli i ku, unë thash kam para. Sa do ta kishe pension? Po të rrosh në fshatë o miku im, dashi do thuash ti që je në fshatë e këthe ke këtë. Qa ke këtë këtu asë një s'ke? Fare, nuk ka asë një loj gjë këtu. Do thë pse? Po qa mirë o burë, toka nuk lerohet, toka është 20.000 lekë dyrimi të leroq. Ca prezot 25. Ja këto. Ato lekë të marëm i japim. Edhe han bukë sa si qëni. Mund të punosh me atë pension që ke. Qa punë me atë? 5 lymë vetë. Një 2 lymë, 200.000 lekë që ke di pensionin. I mera i. Po ku do vete? Po si. Dhe rrishi piku ati për posh. Po sa vite ka kjo situatë shumë karbonar me këto pensione qesharake? Po ja miku i dashi, ata gallarë bëjnë lufta ndeja, ngrihen nafta, ja qofë e gjithë. I ka shkonë në çmimet më miku im. Pensionet në vend, çmimet Në kryet. në kryet. Po. Po, me ki jeton në fshat? Jeni vetëm me bashkë? Jo, kam vetëm gruan. Vetëm gruan. Fëmijë nuk kam. Ja dili do të me ato të ardhura që Si keni në muaj? punë e qenit. Nuk kemi të have. S'da dhe shtim, bulla veç. Kjo situatë ka që rënduar ekonomike, mungesa e shpresës për më mirë, e mbi të gjitha një sër kushtesh të munguara në fshat prej vitesh, si dhe problemet që i vuajnë çdo ditë banorët e zonës, janë kthyer sot në arsyet kryesore të largimit të popullsisë. Largimi të rinjve, i familjeve të sapo krijuara, ka bërë që në fshat të mbeten vetëm mosha e tretë. Aty janë gjithsej 3 deri në 4 familje që kanë ende fëmijë të vegjël, të cilët kryejnë mësimin në një klasë të bashkuar në shkollën 9 vjeçare Sabri Pelivani. Numri fëmijëve nga këto familje shkon në 6, aq sa është edhe numri total i nxënësve në këtë shkollë. Një institucion arsimor ky në kushte as pak të favorshme për të kryer mësimin, pasi aty godina është amortizuar e plot lagështi, e cila rrezikon të shembet nga momenti në moment. Për shkak të emigrimit të popullsisë, por edhe të rinjve të cilët kanë zgjedhur që jetën e tyre ta kalojnë jashtë vendit dhe jo në fshat, kjo është gjendja e shkollës 9 vjeçare të Karbunarit Sabri Pelivani, një shkollë e cila sot është në kushte godina e saj as pak të hishme dhe të përshtatshme për të kryer edhe procesi i mësimit, teksa sipas edhe raportimeve apo informacioneve të cilat vijnë nga banorët e zonës, në këtë shkollë kryejnë mësim vetëm 6 nxënës. Aty sigurisht është numri më i lartë i mësuesve dhe stafit drejtues të shkollës se sa vetë i nxënësve. Të rinjt në Karbunar janë të pakët e numërohen me gishtat e njërës dorë. Për gjatë udhëtimit ton takojmë njërin prej tyre, i cili detyrohet të qëndrojë në fshat për të kujdesur për prindrit e tij të moshuar, që kanë edhe probleme të shëndetit e trajtohen me këmbë. Si shtregon edhe vetë si prej të rinjve të fshatit, më parë ka punuar në Greqi, por është detyruar të lërë emigrimin e të kthehet në vendin e tij të lindjes, pikërisht për të shërbyer të dy prindërve. 3 persona në familje jetojnë veç me të ardhurat e kempit, të cilat sigurisht nuk mjaftojnë. E për këtë arsye djali i familjes detyrohet të punojë në bujqësi, në tokat që ka në fshat, vetëm për disa të ardhura shtesë. Ti je nga Karbunari? Nga Karbunari. Nga Karbunari. Ke lindur këtu? Këtu kam lindur. Si është me se merë? Si është jetë? Shumë mirë. Si është jetë në fshat? Shumë e mirë. Pse e mirë? Po mirë është në fshat. Në fshat. Me se merë? Vërdal. Pa punja? Pa punë. Po pse, s'ka punë këtu? Jo, unë ishë përblej i babajt me kem. I shërben ati. Sa merë babaj kem nëse të pjesë? Vete 400.000 lekë me gjithë mua, që i bëj shurimi. E gjithë ti. Me këto jeton? Ka dhe në pension, në që dhe mamaja në pension. Ishte mama. Me kaq të ardhura, ja dilni do... Po qa, po që unë isha në Greqi, po usmu babaj edhe erda. Punove ande ja, po? Kam Nëse dy... unë në Greqi.
Me ndërtime, shmi këta që kishin kohë, andaj edhe mirë ata shqiptarë. Po kështu me bujësi blegtori, merret më pak po? Në kohën e ullirit, në kohën e që ku vile gjitho shkune, kaq. Pra ke vendosur të sakrifikosh jetën tënde për shkak të prindërve. Po. Të shtyn dashuri e madhe që ke për ta? Po e kam baba, në shpërblej se s'bën. Ku e lindën e mua ta, që si që shkëna bëj mua, a që bëj në shpërblej më shumë. Ishe më mirë tu apo në Greqi? Po në fakt isha më mirë andaj se punoja ditë për ditë, meja. U dërgoja dhe me majtë e babit të lek këtu. Po këtu për shembull? Ja, erdhi asfalte edhe kaq. Se u meruan për një copë për rrugë. Mërzitesh gjatë ditës? Po kam tokat. Del punon. Mund të pyes për moshën? 35 vjeç, a 25. 35 vjeç. Ke menduar në jetë largohesh? Jo, po unë si do, se më bëva e dinga ka vi, kapem. Pse? Po na kemi se s'mlen. Na kempi, e? Që ishë mle babajt. Shumë i. Na i si, faleminderit. Karbunari është një fshat i cili ndër dekada e ka patur jetesën e tij të lidhur me bujqësinë dhe blegtorisë si shumë fshatra të tjerë. Banor të fshatit që kanë patur tufa me bagëti apo edhe që kanë mbjellë në tokat grur, misër apo edhe ullin, si dhe vreshta. Në hyrje të fshatit gjejmë një bari në moshën 76 vjeç, që ekonomia e detyron ta bëj këtë punë. Prej sistemit të komunizmit, ai punon në blegtori për të kujdesur për tufën me bagëti. Një punë kjo e mundimshme, ku tregon se i duhet të ngrihet qysh në orën 5 të mëngjesit, të mjel bagëtit, të çoj qumshi në baxho, e për të kthyer më pas në shtëpi kur dielli perëndon. 6 antarë të 2 familjeve mbahen me të ardhurat që nxjerrin 120 krerë. E për shkak se s'ka ku t'i kullot bagëtit, ai ka marrë rreth 23 dynim toka të fshatit me qera, për të cilat paguan 2000 lekë të rinj në muaj qera për një dynim. Prej bagëtive në vit tregon se nxjerr 6 deri në 7 milion lekë të ardhura, që sigurisht nuk mjaftojnë as pak për 6 antar të familjes. Një pjesë të tyre harxhon vetëm për qerat e tokave, teksa thotë se me përfitimet e çdo muaji nuk ja dalin dot të jetojnë 2 familje. Blegtoria nuk mjafton, ndaj edhe ka mbjellë edhe disa dylym tokë me grur apo misër për të ndihmuar sadopak për ekonominë familjare. Karbunar me se merresh? Jo, që delet. Me dele. Po. Sa krerë ke? Ka ma 120 krerë. 120 krerë. Po. Ke vite që merresh me këtë profesion? Po. Me këto ka gjënë e kooperativ. Edhe në kooperativ? E kooperativ. Edhe e majtë zanat, po zanat e lozëm është. Më tepër se 40 vite, le të them. Po. Sa po vete kjo? Unë si prisha. Na e dha drejt sistemi, i bleva, sa, nuk e. Edhe rojmë me to, po rojmë me këshu, jo. Kam djallin, se vetëm si majtë dot. Kam djallin vete 4. Jam me këto, pushjet. Djali është në Karbunar, si juve? Po, djali Karbunar. Unë jam pensionist me plakën. Kur kam unë që kur s'kam, mundohet dhe me mua, për dhe më qonë spitalit, më qonë... 2 familje mbani vetëm nga blegtoria? Po. Po ja vlen blegtoria? Ja vlen. Qiko, të mira jam, po, done e kushte, edhe shtetit i plëtsaj që sa gjera kështu. Ta filloj me radhë. Sa e mundimshme është? Do ma përshkruash pak ditën tënde çfarë bën që kur ngrihesh në mëngjes, rutinën e? Unë ngrihej që 5 mëngjesit. Ose 4 gjysmë, 5 vete i mjel. Qoj që më që më bagjo. Iki vete furnizojnë për vete se s'kam gjujnë një këtë ose. Marë a një ka qëtë buk, a një ka vete me plakët. Iki, në ashti, kur të djeli vete në shpion, gjithë ditë në këmë pas këtyre. Ja, këtu këte, poshtë në dhe plepa, në për parcela, këtu janë tokat atyre njërëzi që ka marrë me qera, unë i paguaj, edhe nuk e përcoj me tokën ti me tëra. Pse, nuk të lën t'i kullosësh? Jo, atje kur është tokën edhe s'kam pëse ty unë. A sa ke marrë në qera? Unë kam edhe një 22-3 dylyme, tokën time. Po me ato s'maja, ato do të fush. Sa shkon një qera tokës në vit të Karbunar? Shumë që e merë ti? Unë me 15 me 20 dylymi. 15.000 lekë? 20.000 lekë. 20.000 lekë. Po mirë. Shpenzimet e shtëpis, to qera e tokës? Nuk i përballoj dot, me të keq. Sa mund të nxjerrësh nga blegtoria? Sa nxjerr unë pak kam aty, sa nxjerr rreth 60 milion lekë me qumush, me shelegër, me këtu, po jemi 6 frymë shtëpi. Në vit? Në vit. Vim punoj, punëtori e merr 1 milion lekë, po do të punoj, gjithë ditën e merr 1 milion lekë, ose 800.000 lekë e merr. Nëse bëj sa do 10 muaj
Që të ardhur e do Po them ti në muaj keni të ardhur 50.000 lekë të reja, 500.000 lekë të vjetra, 500.000 lekë. Po, edhe 500.000 lekë. Qa të bëjmë, gjithë do bëja, kur zdaj me të keqë, valla, me të keqë. 6 veta me 500.000 lekë në muaj. Po. Po më shteti nga shteti, merë? Qa në marrë shteti? Ja në ka thënë shteti, dhe sigur na, ka një 2 vjetë për në jepë, në 12.000 lekë për dere, po si gjithë se ka folë fare asë në jepë, asë. 12.000 lekë në vit për një dele. Po. Me thënë ti për ato 120 krerë, po them mu merë 1,5 milion. 1.200.000. 1 milion. Ato duan toka me qira që marron, i pagoj, se duan të hanë. A është lekë të shkon vetëm qira to? Valla, ne sa ushqemi në to, jo, për kapi nuk bëjmë do. Del blektoria për të ushqyer? Jetoni mirë, jetoni normal, le të themi se mirë. Jo, e mirë, jo, kur, jo mirë. Jetoni... Rëmë që nuk i kojmë tjetër bukën e gojës. Kam jellur barë kështu e korë, e lith, e transportojmë me para me mjetë. Në ti detyrosh merresh edhe me buksile. Po. Çfarë moshe ke të të? Unë jam 76 vjeç. 76 vjeç i bie fshatit rreth të rthorme. Ne e keqe, valla. Shokët e mija të i kanë që mund të pi kafe, mund të rri, po unë një moj djelet e vetë ka të djelet, s'ka të arra tjera. Po pension, merë? Marë. Po, qa marë, po... Do ma bësh një apel për shtetin që ta mbyll, mos të lë. Nuk jam politika. Jo, një mesazh, çfarë do i kërkoje shtetit për blektorin, për fshatin, për veten? Qa do i kërkoje? Të një monde, jep dhe i ndjem. Ose për atë delen të ashtonë, që ata të ardhën e delen 10.000 lekë në vjetë. Edhe kushtet tjera, me thënë, që të ka solja, që të ka... E maja të lartë, që kushe lamarin e bardë dhe atje, ca me lamarin, ca me sobatërnit, e më rrë, ato kushte kam. Faleminderit shumë. Një pjesë e konsiderueshme tokave të karbonarit është e mbjellë me ullin. Si shtregojnë vetë kultivuesit e ullirit, në fshat gjen disa varietete, duke nisur nga ato vendase deri tek të huajat, kryesisht italian. Të kultivosh ullint, t'i shartosh, e të kujdesesh për to, është një ndër punët më të mundimshme të fshatit. Por për shumë banorë është e vetmja mundësi për të siguruar disa të ardhura për familjet e tyre. Banorët tregojnë se nga ulliri nuk janë të kënaqur, kjo për shkak se nuk ka treg. Banorët e karbonarit prodhojnë në vit nga 7 deri në 20 kuintal vaj ulliri, ku vetëm 20 apo 30% e tij mund të arrihet të shitet. Pjesën tjetër të mbetur e përdorin për familjen, apo qëndron i mbyllur në shtëpi me shpresën se vitin tjetër mund ta shesin me një çmim shumë të lirë. Prej ullinjve që kanë, thonë se të ardhurat që sigurojnë janë deri në 3 milion lekë të vjetër çdo vit, të cilat ndihmojnë ekonominë familjare, por nuk mjaftojnë për një familje as në fshat. Mungesa e tregut ka bërë që shumë të heqin dorë, ndërsa ata që merren ende me këtë punë kanë një mesazh për shtetin, për të nxitur fuqin blerëse, për të siguruar një treg, pasi fabrikat e vajit ullirit në zonë thonë se nuk u marrin të gjithë prodhimin që kanë. Si është jeta në karbonar? Po jetë shikondi, si jetojmë ne, ja, burdoti, ja, jeta kje. Me punë? Me punë, vetëm me punë, mbajmë vetëm me punë. Po s'punove nuk ashtu. Jam pensionist, marrë 160.000 lekë muajt, po s'punova nuk del tej. Po çfarë bën, me se merr? Kam ullin, ja ullini kam në lartë, edhe me ata merremi, pastrojmë, bëm, kam një 4-5 kokëdhi, mbajnë shtëpi atje brenda, u hedh, mjell me që qumë, ham për vete, shes me që djath, punat e përoj. Sa hektar ke me ullin? 1 hektar. 1 hektar? Po, 1 hektar. Sa ke rënë si rënjë, si numër? Si rënjë janë 450 rënjë. Çfarë varieteti? Janë koroneq, ka në Shqip që me këto mbjellet e reja që janë bërë, do me ka lloj ulliri, që është edhe, ka koroneqe, ka kalinjote, ka prantoje, ka lloj ulliri italian, ka prantoje italian, ka lecino. Ulliri sot, vetëm ulliri, jo busia, se busin e di, ja vlen të merresh. Po ja, me çdo punë ja vlen të merresh, qofse do kesh treg. Kjo është baza, tregu. Ne s'kemi treg, ne shesim bidona, kile. Hajde mua, kam një kuintal vaj për të shitur akoma unë. Kam një kuintal vaj. Shita po, nuk shita të gjithë. Dhe shumicën e prodhimit ju e keni në shtëpi, stop. Pore, kam vaj të gjithë, se mund që kam një kuintal, kam në 2, në 3, në 4.
Ja, kjo ka më shumë, ka 4 kuntar vaj në shtëpi. Dhe vitin tjetër ati bie vlera, nuk? Po të bie vlerë se s'mon se ai ishin diçka që ai nuk jeton shumë gjatë. Vajte ulri se hollohet. Unë bëj 7 kuntal, 10 kuntal, sipas fazës që është kur ka cenen ullin, bën tamam, bëj se unë i kam këste ullin, që nuk janë një të gjithë në një moshë. E ka dhe ullin të vegjël. Kështu që ka vit që bëj 7, ka vit që bëj 5, ka vit që bëj 10, 12. Këtu bëjnë na 20. Sa shet? Do më të ta marim referencë bën 10. Sa shet na 10? Na 10? Ja, duke vajtu kështu, duke në për njërës, në për ashu, do shes 3-4 kuntal, më shumë kështu do. Po ja vlen kjo 3-4 kuntal? Po s'ja vlen, po nuk ja vlen, 4 kuntal me 624, 2 milione ca. Bëllori qa shërbimi për ullirit i komplet me punime, me frezime, me hedhje pleu, me gjithë vit për vit. 2 milione ca në vit? Po, flasë në vit? 2 milion 3. Po qa do bëj, asgjë, ja, rrojmë, do më thëmë. Ja del? Rrojmë që s'desëm do të kur i thonë. Ja del me jetesë në fshat në ashtë? Me vështirësi, me vështirësi. Je pishmën që po meresh me fshat? Jo, pishmën nuk jam bërë asë njerë, se në shi është një moshi, nuk kam se të bëjmë pishmën më. Më them në shi t'isha njeri ri, për këtë koj që erdi, A është meresh me ulli? Me ta do merë, mu atje vete, mjes atje vete ullin. Se kam punor, i kam veselitur atje, i shikoj, kështu si ta mund, si u i kam fëmi. Po i shton? Po i sharton? Po i shton? Po, u shartoj, edhe shartoj, shtoj, bëje. Kej mesazh për shtetin? Në kuadrë Shteti vetëm punë e tregtisë, që të siguroj atë që ne të kemi sipërmarrje që na i marrën vajt. To fabrikat kemi fshat zhëmë na i marrën vajt, ai sa i merr vajt, ai merr lekët, bëjmë ne prodhim tëra ne, merrem me argat, ne pagojmë me argat, e kuptojmë puna. Ai thot dua lekët, unë bëre vajt, dua lek, vajt çoj ku duaç. As më intereson fare. Ju marrin ja u blejnë në vajin e ullirit, jeni në rregull. Ashtu jam në rregull, unë se do llogaris pastaj, do shes, do heq edhe për sa më duam për vetë time, edhe sa më duan për ullin që do marr ple, do u shërbej, ilaçe, gjëra. Në të njëjtën gjendje është në karbunare dhe bujqësia, një prej sektorëve bazë të ekonomisë vite më parë. Karbunari ka qenë një fshat i njohur për prodhimet bujqësore. Pasi fshati kishte kanale vadice e tokat ishin të ngopura me ujë. Mbyllja e kanaleve vadice, degradimi i sistemit vadicës e ka çuar bujqësinë drejt mbijetesës. Banorët që merren ende me këtë sektor në fshat tregojnë se megjithëse ngrihen herët në mëngjes dhe gjithë ditën e kalojnë përgjatë tokave, sërish nuk janë të kënaqur. Bujqësia sipas tyre nuk mjafton për të patur një ekonomi normale familjare. Misrin dhe grurin thonë se mbjellin për nevojat që kanë familjet e tyre për konsum, ndërsa edhe vetmja shpresë që kanë për të nxjerrë të ardhura është vreshtaria. Por edhe tek vreshtaria, megjithëse pohojnë se ka treg për verën dhe rakin, kosua që shiten pijet alkolike nuk e justifikon mundimin. Banorët tregojnë se prodhimin e tyre e shesin tek miku apo shoku, pasi nuk e kanë një treg të sigurt se ku mund ta shesin. Ne punojmë po sjetojmë dot, pse? Se unë prodhimin e kam. Dhe prodhimi po në kushite dhe kratë e mi, jo për mburje, po unë jam i vetë një ropë këtu të pjesh në karbunarve një gjarë bilaj, po që jam ku ngrije mon shok të frëngjum, se punoj, ja ku i kam ullin lanë qaf, ati shikoj ku janë ato gjeshtat e verda. Ati kam punoj me kram me gruan. Ti jena karbunari? Po. Dhe punoj me gjithë gruan dhe qyta e kam vajt mu në shpi 7 kuntal vaj kam si vjetë. Vjetë bëra 12 kuntal me miqe, me shok, me zje hoqa. Sa vite ke shmersh me bujqësi? Që ku në demokracia. Që në demokracia? Me dokument me ato me misër, me grur, me to. Por veç se ullive ke misër? Kam misër, grur, po. Po të kultivon tjetër, po vetëm bjellë misër? Kam edhe vresht. Edhe vresht? Po. Si janë këto, me thënë? Folë pak për ullin, po misri, gruri, vreshta? Misri e grurin e kam sa për nevojat time personale. Po se kam malë në shpi, me të ushqyr, pula, lektori dhe në kupton? Ja, këto më. Buk, grur më bjellë sa për ushqyr. Vresht kam e trektoj vreshtin në Vlorë. Jam lidur me jemi e trektoj me të, jam i kënaqur pse, se më ndihmon ai, me miqe me shok. Kurse vajte ullit qëto, së më bëjmë krator. Po të kisha ti një trek si vresht? Po, jetoj normale. Normale, nuk u bje fëmime në qafë. Duhet të pyet, bujqësia ja vlen sot? Po s'ja vlen se s'ka ekonomi tregu.
Po të këtë tretë, këtë shtetë që të ma marë prodhimin, më bëjnë e krato, më bëjnë kratë punoj. Po ku e shisni për shumë prodhim? Qa, ku e shes prodhimin me shoko? I lutesh tjetër i besi fakir. Që të marri atë akun e punës tënë? Po s'ma merë tot akun e punës, se marë tot, a i thot sa dua unë tot ai. Po del. Shita rakia me 4.000 leka, ku mishi ka vajtu 13.000 leka, rakia tot ishte gjë alkolike që do vej paras me mishin apo jo. Se ikin paralel apo jo. Si ishte 4.000 shmishi, vajti 13 mishi, 12. Kuse rakia 4.000 leka është një pinjë ujë të gazuar në Vlorë dhe me 1.000 leka apo jo. Dhe sa ajo rakia që ka... Po është këtë ka, po sa shpenzimi, gjua të shpen, vëshë s'bet me urata, bet me kasë me lopata. S'bet me urata, kupton? Do të vesh mjes, ti thosh, mi mjes, ja unë vetëm mjes, i themi mjes o vështë. Po si është e bujësin në vitet dashme? Po që është, ja, po ikë puno, asgjë, ku e di unë. Shteti, po të këtë shtet, në ndihmojt në ajës prodhimet, jemi të kënaqë. Pse punojmë, apo, këna si kur merë, është njëri u këna veri shpi, i thoi zonjë ka pru leka, ku s'bje leka, thot, qa ke pru? Në bujësi, me familjen, me familje, po. Bashortën apo ke dhe fëmijë? Po një djale kam në Vlorë puno me këto bojrat, ande, ku vinë më ndihmon e djali? Ke një apel për shtetin? Apel kam që shtetit në ndihmoj, në ajtë prodhimet. Kaq kam. Në fshat gjend banorë të cilët jetën e kalojnë plot halle. Banorë të cilët problemet që ka fshati i interesojnë shumë pak. Pasi problemet që kanë në shtëpitë e tyre janë edhe më të mëdha se ato të karbonarit. E një prej këtyre banorëve me aftësi të kufizuara, jetën po e kalon në karrocë, pasi prej 14 maj të 1956-ës, disa muaj pas lindjes, nuk mundi të ecte. Ekonominë e tij familjare e përshkruan si tepër të dobët, pasi në shtëpi jetojnë 3 persona me aftësi të kufizuar, të cilët e përballojnë jetesën e tyre me ndihmën e kempit. Duke parë që kempi nuk mjafton, kryefamiljari megjithëse i paralizuar, fatkeqësisht detyrohet të punojë në bujësi. Si që tregon edhe vetë, ulet në gjujnë në tokat që ka në pronësi, e i prashit, por edhe i mbjell aty perimet, për t'i konsumuar më pas në familje. Bujësia e ndihmon të ketë disa të ardhur ashtes, por si që thot edhe vetë, as ajo nuk mjafton. Kjo për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore të kufizuar, e që u duhet të blejnë çdo muaj ilaçe të shumta. Me së dhimbjes një apeli drejton qeverisë shqiptare të rishikoj kempin, pasi është tepër i ulët e nuk mjafton për askënd. Si jetë? Se më të kunda. Digjo, do të pyes diçka. Më falë se do të bëj ditë. Na karbonaria? Po, në karbonari. Tu jeton? Këto. Ma shuan pak si është jetesa në karbonari. Në edhe nuk pëqin janë pa buk, pa... Ja, unë jam i variti, grupit marë 100.000 lek. Qa më dalë marë 100.000 lek? 100.000 lek merë kem? Po që me punë me kem. Qa më dalë? Sa vite ke që ke probleme me shëndetin? Unë kam qenë 56. 14 marë 56. Jam pru. Po kam gjetur në shirë. Më kam një motor për selam. Si është gjendja ekonomike jotja sot? 3 validi jam, bëna. 3? 3. Me se jetoni, me se vëroni? I gada tash. Parasis, ku do ushem? Meresh me bujësi? Si edhe? Ja, me duj. Me duj, qabe. Kudo? Sa do të jap tjetëri? Në mjapësh. Një, 2, pa 3 të në të falem dhejtë. Ku të kam parë? Pra detyrohesh që të ulesh në gjujë dhe të Ja. Të detyron situata ekonomike, përso, e? Jam 3 valir. Një kam me ashtu, e vjak në mjërë. A i 119.000 me. I apun ato që ka të mja që vete. Dimon në një qikë bujësia të pyes? Qa më dimon është? Qa më dimon ka vajtë në maj? Unë qa mjës që azijës përë.
Doje që të ishte situata më mirë. Po kush e do më keq? Si mirë tishim. Si mirë tishim. Kish pres. Po një pas pasë ka që brezim iku. Po juj, të shkon një jetë më mirë. Juj, po brezina. Po edhe dy poshtë. Do në bëshim e sa shteti që fa dojë? Ta e kojo, shtetin më kishë konë shjamon, adi të shpijim adi, që shemi, i këm sa ne këtej. Duhet të rritet kempit, keni kem më të mirë? Të ju të koja pa, nuk më të mëllë, sa të më gjo. Falemderit. Si gjendja e shumë familjeve në Karbunar është edhe gjendja e biznesit. Dyqanet e vogla të fshatit, si që shpjegojnë edhe vetë administratorët e tyre, për shkak se shumë prej banorëve blejnë shumë pak, po shkojnë drejt mbylljes. Ata që e kanë një biznes të mbetur në fshat, tregojnë se gjatë gjithë ditës shkojnë deri në 4.000 lekë të rinë xhiro, ndërsa fitimin e kanë vetëm 10%, duke shkuar në shtëpi çdo ditë me 300 apo 400 lekë fitim, të pamjaftueshme sigurisht për asgjë. Furnizimin e marrin në Vlorë, ku sigurisht duhet të paguajnë edhe karburantin për transport, e sërish produktet i shesin me çmim të ulët, pasi banorët e fshatit nuk janë mirë ekonomikisht, e çmimet janë të larta. Por megjithëse çmimet që i shesin këto produkte janë më të ulta, se furnitorët që vinë në fshat me furgon sërish thonë se nuk shesin, e një pjesë të prodhimit e hedhin poshtë ose e konsumojnë në familje. Pasi ndryshe, prishet e nuk mund ta shesin më kur ditët kalojnë. Për sa i përket pushtetit, tregojnë se nuk i jep asnjë ndihmë si për biznesin e fshatit ndaj tyre, e qeveria duhet të mendojë për ta. Kjo është diçka. Po. Ti je në Karbunar një pronar biznesi. Jo, mori, sa biznesi një kasole vogël. Po, një biznes i vogël, Po. biznes fshati le të Po. thotë. Ja vlen në Karbunar që të merresh me biznes. Fare. 3.000 leka me dhrunë, që më gjesë dhe tashi. Po aq popull jam. Sa vite ke që merresh me biznes? 20 vjetë kam unë me këte. 20 vjet. Edhe asë një gjë s'kam bërë. Po në 20 vjet, situata si ka ndryshuar? Na Po, përshkruaj. kam ndryshuar shumë. Me rrugën thash kam ndryshuar shumë situata. Është rritur mirëqenia, familje më familje. Po ndërkohë, 20 vite më parë, je mban më të realitetin tënd personal, nuk Po duhet ta kish, di. 20 vite më para këtu kish popull shumë. Sa shifin 150.000 lekë gjira. në ditë, Po. Sot bëj 30.000, 20.000. në ditë. Po. Do me thënë, po më thua që 70% rënje. Po vazhdon. Po në tregti po jam drejt mbylljes, nuk e lë. Po çfarë të shtyp, se më shumë? Me tregti. Po me qatë rroj? Ja kam mbyll 400 rringulli, ata kam edhe këtë, me qatë rroj? Jam veti 4. Të mjafton kjo punë, Po jo të shumë. bëj familje. Po jo, se ta është. Po të 30.000 lekë gjiro, 30.000 lekë gjiro, 3.000 lekë fitim, u se qeni jam me 700 këtu sot. Gjitha produktet jep me 100 lekë. Po, me 100 lekë, 10% që kam timin vetëm. 10%. Vetëm 10% që. Po dinën me qera apo të më? E kam timen. E ke, do me dhe kjo të ndihmon pak. Se. Po. Si situata e biznesit në fshat? Unë për vete nuk kam situatë mirë, për tjerë nuk flasat. Se s'ti qa punë e bëjnë asim. Mund të... Më the je drejt mbylljes apo? Po, Të ndikon kjo mungesë e kliente? po klienta pëse më mos më nga që tjetër, vetëm klient, s'kam klient. Nëse nuk do të kishe ullim me këtë punë, Po nuk dalë do të tejmë, vëllar. Ja, unë sa edhe nga Vlora tani me makinë. Mora më të ishin sa gjera aty, mora i prura për të pasur të kanë një gratë, nuk vëllar. Mo haru klient e mos të se kam këtë. I kam na pak, po i kam të gjitha. po ndërkohë nafta dhe në Vlorë, Do 15.000 lekë makina. Qeskën e blej me lekë, japin pa lekë. Po dhe. si është ide ekonomike e fshatit? Se vërtet janë pak Në banë në përgjithësi, nuk është e keqe këtu dhe në ka dhe njës të keqë, që janë vojnë ekonomikisht, po në përgjithësi, normal mirë se kanë fëmijë të kurbet. A blej? Blejnë, blejnë, Blejnë pak. por mo blejnë pak. Unë e bje domaten nga Vlora, apo nga Fjeri, vetëm Fjerë për domaten, e shes një saj se Vlora dhe e shes shumë pak.
Se shumë pak, e pasu se çmimet të vinë 20 fukonat ditë, unë I konkuroj fukonat. Kjo se e ka 1400, unë e kam 1000 apo 800. Edhe prapë nuk shes. Nuk e di anore do maten unë kanë bjeshme në aty nuk u qelë bu prish. Ndodhë që për shumë prodhimi ka në shposhtë? Por, ja. Këto si merë me njëri. Me 500 lek uja këto unë si merë I më. Detyrosh t'i ullë shqimi, ja? Me 500 lek ose I kam marrë me 600, I kam bërë me 500. Dhe te e fundi do I bëj salcë kruja për vete. Do bëj salcë për të jetë bëgatuar. Më fut edhe naftën tu e jep me Po, qa to po qeske, ja. 3000 lek qeske e bleva të shi. Ku do shkoj kjo situatë? Nuk e di. Ke shpresë për më mirë? Tash e thash me këtë rrugën, gjithë që bëhet më mirë, sepse kemi vojtur 35 vjetë. Unë e disa makina kam blenë në këtë rrugë. E di që ka qenë këtu ka qenë një varë I hapur. Një varë, kur them një varë, nisë që këtu e devija më lërë 28 km dove 3 orë. Po për biznesin, shteti, po shteti, jep në një për shteti? Po fare. Na, do da pësitare që kosh janë 7.000 lek brënda. Që në mbjeset e të janë 7.000 lek. Po shteti, duhet të mbështetës biznesin sime. T'jap një frujnë. Po të mjap shtetin, ndihmonë, nuk janë drejt billës. Është, qarë thot lej? Do një bësh një apel? Kujtë shtetit? Mesazh, çfarë do të Mone shtetit është të rëzim. Ata janë të tërë për të marrë për vete. Dakord? Jo, më vërtendoj. Ja, ata vetëm të vjedhin. Të bëjnë miliardera, super miliardera, nuk e di qa bëjnë. Ata në punë e tyre malallë I ka në dorë, nuk ne vajap I votat. Në fshatin e largët të Karbunarës mund të takosh edhe emigrantë të cilët janë kthyer aty. Ndoshta dashuria e madhe që kanë për vendlindjen I ka shtyr që siç thon edhe vetë, të vinë në fshatin e tyre për të ndërtuar shtëpi. Ata duan që të kalojnë vitet e pensionit në vendin e tyre, aty ku tregojnë se I gjejnë natyrën, klimën dhe ajrin e pastër. Por veç tyre në këtë fshat thonë se nuk gjejnë asgjë tjetër. Kushtet aty të jetesës janë të vështira teksa ekonomia e fshatit e banorëve të tij është për tokë. Këto kushte ekonomike, mungesa e investimeve, perspektivës për të ardhmen, apo edhe mungesa e një sër shërbimesh, tregojnë se I stepin emigrantët e tjerë të kthehen në vendin e tyre të lindjes. Në Itali ku kanë kaluar edhe 30 vite, tregon se ka edhe emigrantë të tjerë nga Karbunari që duan të kthehen në vendin e tyre të lindjes, por kushtet I stepin. Mënyra e funksionimit të pushtetit nuk është e duhura sipas tyre. Sigurisht që bëjnë edhe një krahasim mes fshatrave në Itali dhe Karbunarit, duke thënë se janë si nata me ditën. Shteti sipas tyre duhet I kthejë syt nga fshati, pasi Karbunari dhe shumë fshatra të tjerë kanë potencial të jashtëzakonshëm nëse investohet në to. Nuk shojmë rini. Rinia është largore gjithë. Kushtet e vështira që janë krijuar, është e pamundur që të jetosh në fshat. Me atë pension 10.000 leka që merr një person. Ti jena Karbunari? Unë jam Karbunari, dem baba dem. Dhe ke jetuar në këto vite në fshat apo në emigrim? Ja, në emigrim, 30 vjet. Në Itali. 30 vjet. Po kthehesh në fshat tashmë. Po. Por të Duhet jetoj këtu, po. Është e vështirë të jetosh. Po duke ditur këto kushte, ti ke marrë përsi për një rrezik të madh apo? Kështu është. E vështirë është jeta këtu. Ke vendosur që të kthehesh Karbunar? Ka vendosur të kaloj pleqerin kur thon. Në fshatin tënd të lind. Fshatin tim. Po që me atë pension që marrim, është e vështirë, shumë e vështirë. Po çfarë të shtyu të kthehesh në Karbunar pa kaq shumë vite? Në linje. Lihet, harrohet në linje. Çfarë po ndërton në Karbunar? Do ta ndërtoj prapë të bëralë shesh. Ajo, Shtëpia. do ta bëj. Të re kur e thon. Të re shtëpi në Karbunar. Dhe vitet e jetës që të kanë mbetur do I kalosh fshatin tënd. Ashtu kam dëshirën, po. Se sa do realizohet, nuk e di. Tani duke se e bërë pishmën pa nisur fare kjo. Përse ja për pishmën. që e kthyer Karbunar. Shkoti, për linja nuk harrohet njerë, si do që t'jetë. Jo, them në Ne në vërtet punojmë jashtë shtetit, po malli të merë, por edhe për rallet I themi neve, jo për vendi ku ke lerë. Unë e kam fjalën për kushte, duke parë kushtet e fshatit. Kushtet janë vështira, vetëm pensionet janë të ulta, është gjuna. Nuk mund t'jetosh në fshat, vetëm tokës e punon do. Po këto vite në Karbunar që do vish, nëse do merr.
Që të merë, unë jam pension, kam 5 dylyme, po 10 dylyme, po 10 tokë. Dhe i shfryzoj se më vje keq të alashtu, se kam tokën e babajt, dhe shgjuna i të alash. Kur s'kthehesh Karbunar, do shkosh midis Italisë dhe Karbunar? Ja, unë e di ndryshimi se si është. Se unë vërtet kam punu në minjerë, në Selenicë, kam qenë teknik minjerë, kështu që e di se sa kushton jeta në fshat apo qytet. Si është jeta këtu me krahasim me një fshat të Italisë? Nuk krahasohet fare. Italia është lartë, shumë lartë, bilet. Ti do ta bësh pjesën e mbetur të jetës mes dy shteteve apo vetëm Karbunar? Unë qef kam të riktu, ato sa vite më ka ngelur të shkretat. Me këtë do të jetoni? Gruan fëmijë, se kam 2 fëmijë të smunë, kështu që dua që për atë kam iku qyteba, si kja unë a Karbunari. Edhe fëmijët kanë një smundje gjenetike, kështu që atje zbulova se dhja në Itali. Çfarë gjën sot Karbunar që se gjën asnjë vend tjetër as në Itali? Vetëm dashuria për vend lindjen, as gjë tjetër. Klima natyra? Klima natyra nuk diskutohet, po. Ja, të mira. Tonë, po mënyra e jetesës këtu është e vështirë. Po vetëm për anën ekonomike, asnjë gjë tjetër. Ajo varet nga pushteti, lokal, administrimi. Do kishe një mesazh si emigrant që mundi bëje shteti apo atë? Unë mendoj kështu për vete, si emigrant. Kush është ai emigrant që nuk do të kthehet në vendin e tij? Të gjithë do të kthehen. Të gjithë duan. Por duhen krijuar kushte. Po duhet të kenë mbështetje nga shteti. Çfarë do doje ti mbështetje? Ti mbështetje të bëj rrugën, infrastrukturë, gjitha infrastruktura është e para. Ujë, rruga, paka shumë, u bë diçka, është hedhur diçka, po kurse rrugat janë shumë. Edhe mbështetje të pakënaqshme, gjuna. Po, ata që ka plot të smur që nuk zgjejnë dot bukën e gojës. Edhe një pyetje është gjuna o madh. Ka emigrantë atje që i flet, komunikon bashkëpunëtor që kërkojnë të kthehen Kjo, po këto shtëpi të reja që po bëhen, nga janë, emigrantë janë që po i bëjnë. Po ata të cilët nuk kanë vendosur ende të kthehen, çfarë ristem, çfarë i mungon? Po vetëm kjo, çfarë të mund të. Mendon se do këto kushte do vinë? Po të plotësoj kushtet në shteti, të ketë mbështetje në shteti, çfarë la fos? S'po të la fare. Urdhoti, ai vetëm për tokat nuk të jep ndihmën. Që ti shfryzoj çdo fermer që i ka. Unë kam jo për gjëra të tjera. Jo për gjëra të tjera, kupton apo jo? Karbunari së bashku me Gorishtin, Poçemin, Koculin, përbëjnë një grup fshatrash me rëndësi në bashkinë e Selenicës. Fshatrat i lidh e njëjta rrugë më pas edhe me Mallakastron. Karbunari lidhet me rrugë po ashtu edhe me Selenicën, me segmentin rrugor që fillon nga Resulaj e për të përfunduar në qendrën e fshatit. Karbunari lidhet ngushësisht edhe me Armenin, jo vetëm me rrugë, pasi shumë prej shërbimeve, kryesisht të dokumentacioneve apo tokave bujqësore, banorët i marrin pikërisht në Armen. Ky fshat është një ndër fshatrat me më rëndësi që përfshihet në njësinë administrative armen, gjendur sot mes disa qyteteve.